Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Për këto çështje filozofike e përplot të tjera do diskutojmë me një zotërit cilin kemi nderin e madh ta kemi në studio, pastor Akil Pano. Mirëmëngjes, mirësere, kënaqësi e madhe që jeni. Nëse gjitha imja, ju falenderoj shumë për ftesën, me shumë gëzim e kam pritur. Të falenderojmë. Ne në fakt është një javë e tërë që para një jave kanë qenë Pashkët katolike, të dielën, janë Pashkët ortodoks. Po. Pastor, kot për kuriozitet, pse janë të ndara këto nga një javë? Është e njëjta ngjarje në thelb, është fjala për të njëjtin person. Në fakt është ngjarja më unike që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Pashka është ringjallja, është ringjallja jo thjesht e shpresës, e jetës. Nuk është fjala për çeljen e luleve, sepse përkon me pranverën, me ndryshimin e stinës, e gjitha këto. Është fjala për një histori që ishte premtuar nëpërmjet profetëve të Testamentit Vjetër të Biblës qindra vite përpara se Jezusi i Nazaretit vinte në botën e njerëzve. Është fjala për mundjen e vdekjes, mposhtjen e skeqjes. Është fjala për kalimin matan. Për hir të vërtetës, 1400 vjet përpara Krishtit, fjala Pashk dëgohet në popullin hebrej që ishin sklever në Egjipt. Ata kishin qenë sklever për rreth 450 vite në tokën e Egjiptit. Perëndia ngrë një njerëz me emrin Mojsi. Në Islam është Musa. Dhe nëpërmjet Mojsiut ai i jep disa udhëzime shumë interesante këtij populli, duke thënë që në fund të 10 plagëve të mëdha të Egjiptit, plaga e fundit, plaga e 10 do të ishte shoqëruar nga kalimi matan nga toka e skllavërisë, toka në vendin e Egjiptit, drejt tokës së premtuar ku do të rrithej qumësh edhe mjalt. Mirë, ata do të kalonin detin. Që kjo të ndodhte, duhet flejonin një qingj. Çdo familje hebreje do të flejonte një qingj një natë më parë. Me gjakun e qingjit duhet lyenin shtalkat e portës kryesore të shtëpisë dhe të dritarëve që kur ëngjilli i vdekjes të kalonte atë mbrëmje mbi Egjipt të mos prekte të paralindurit meshkuj të familjeve hebreje. 1400 vjet përpara se Krishti të vi. Pra ata flejon një qingj, me gjakun e cilit lyen shtalkat e portave, dritarët e tjerë, dhe në mëngjesin e së dielës, ndërsa ata nisen për të kaluar matan, sepse në thelb fjala Pashk nga hebraishtja Pesash do të thotë kalosh matan. Ky është kuptimi i fjalës Pashk. Pesash. Të kalosh mbi vdekjen, të kalosh nga toka e skllavërisë në një tokë tjetër, në një tokë lirie, për të ndërtuar një të ardhmë të re. Mbrin pranë brigjeve të detit, nëpërmjet Mojsiut Zoti hap detin dhe një popull i tërë për rreth 2 milion njerëz kalon, sipas historisë biblike të librit të Eksodit, kalon nëpërmjet një toke që Zoti hap në det, dhe kalon në anën tjetër, dhe aty nisin pastaj pelegrinazhin e tyre në shkretir për 40 vjet me radhë, që ne kemi dëgjuar edhe shprehjen që shpesh përdoret siç i futet në shkretir 40 vjet me radhë, për të shkuar drejt tokës premtuar. Tani, kur Jezusi i Nazaretit vjen në botën e njerëzve, Gjon Pakzori thotë, ky është qingji i Perëndis që do të heqë tutje mëkatin e botës, që do të sjellë çlirimin e vërtet për njerëzit. Pra, jo çlirimin nga një pushtues i jashtëm, por nga pushtuesi më i madh që ka zënë rob shpirtin njerëzor. Shën Pali pastaj më vonë do të thotë që ne jemi të lindur të gjithë sklever në mëkatet tona. Dhe Krishti vjen për të flijuar, për të bërë kurban. Kurbani par excellence, i cili flijohet për njerëzimin. Të premten është e premtja e kryqëzimit. E shtuna është e shtuna e madhe e heshtjes, e diela herët në mëngjes. Ungjilltarët shkruajnë që kur gratë shkojnë tek varri për të bërë atë ceremoninë vendosjes aromave të mira të trupit, e gjitha këto, shikojnë që guri tek varri nuk ishte më atje. Pra porta që kishte mbyllur varrin ishte një varr shkëmbor. Unë kam qenë vetë në Jeruzalem disa vite para Covidit, në fakt 2018, dhe hyra brenda varrit dhe varri është bosh, nuk ka evidenca të një trupi të vdekur që gjendet në varr. Për hir të vërtetës, nëse vizitoni fetë ndryshme të organizuara botërore, hinduizmin, budizmin, islamin, judaizmin, edhe të gjithë klasat profetike, në varret e profetëve do të gjeni eshtra trupat e tyre. Nëse shkoni tek varri i Jezusit Nazaretit, do të shikoni që varri është bosh. Jo për t'i thënë botës që ngjarja nuk ndodhi, por në fakt për të argumentuar të kundërtën që ngjarja ndodhi. Krishti u ngjall nga të vdekurit. Dhe në dallim nga gjitha fetë e tjera të organizuara, të cilat kanë të gjitha së bashku profet, njerëz që kumtojnë disa të vërteta hyjnore, Krishterimi ka një shpëtimtar, të cili nuk e gjeni në asnjë fe tjetër, që vjen të shpëtojë njeriu nga mëkati
dhe armiku më i madh i njeriu që është vdekja. Pra kjo është Pashka. Pashka në Krishtin është shumë herë më e lartë se sa Pashka e Mojsiut në judaizëm. Sepse nëse Pashka e Mojsiut çliron një popull të tërë prej 2 milion njerëz nga toka e sllavarisë drejt tokës së premtuar, e megjithëse këta njerëz prap vdiqën mbasi kaluan orët e tyre biologjike. Pashka e Krishtit flet për kalimin me ata në një dimension krejt tjetër, nga skllavëria e mëkatit në një marrëdhënie krejt të re me Zotin, nga vdekja në jetën e përjetshme, në jetën e amshueshme. Pra, kjo është Pashka, janë dy kalendarë ndryshëm të cilët nuk përkojnë me njëri tjetrin, kalendari gregorian dhe justinian. Dhe për këtë arsye, Pashka qëllon hera herës që është në të njëjtën datë, por qëllon që është edhe në data të ndryshme. Një javë më parë kisha katolike romake dhe kisha protestante dhe ungjillore e festuan pra kisha e Perëndimit. E festuan javë më parë kisha ortodokse pra kisha Lines e festoi këtë fundjavë. Janë rreth 2.5 miliard të krishterë në botë të cilët festojnë po. A vazhdon të jetë feja më shumë besimtar apo tashmë është, nuk e di, është Islami, duket janë të njëjta shifra, diçka e tillë? Krishterimi, trungu i krishterë në botë ndahet në 1.5 miliard katolik, janë 1.2 miliard protestant dhe ungjillor dhe janë rreth 350 milion ortodoks. Jo të gjithë praktikant, kryesisht nominal, që ne i gjejmë tek ceremonitë vjetore, Pashka, Krishtlindja, festat e caktuara, por që e deklarojnë veten e tyre të krishterë. Janë rreth 2 miliard individ të besimit islam. Pra ka 2 miliard musliman, 2.5 miliard të krishterë, edhe pjesa tjetër pastaj janë hinduist, budist dhe individ që përkasin përkatësive tjera fetare ose agnostik, jo teist, ateist e tjerë. Okej, është një fushë shumë e madhe. Jo, e vërtet. Meqense përmendet të çështjen, këtu ka gjithmonë debat në Shqipëri, paktën kur bëhet censusi, që njerëzit kur deklarohen për nuk e di, për një fe të caktuar. Pastor, mendoni se është korrekte kur shumë njerëz që as nuk shkojnë fare, nuk e di, në kishë ose në xhami, ose thjesht deklarojnë se janë katolik, historikisht pra është kulturalisht, tradicionalisht prej familjes. Domethënë, është korrekte kjo në kundërshtrimin tuaj? Është perceptim, është identifikim, vetë identifikim. Shumë njerëz kulturën tonë e zbulojnë veten e tyre si ortodoks, katolik ose musliman, por që nuk janë praktikant të besimit, pra nuk kanë shku kur në xhami ose kur në një kishë, megjithatë, për shkak se familja e tyre i përket një perceptimi të tillë ose ka një prejardhje të tillë fetare, identifikojnë veten e tyre. Në fund ditës është liri, për aq kohë sa është liri, edhe nuk është e imponuar, është diçka që duhet respektohet. Por që nuk ka lidhje nominalizmi dhe kulturalizmi me praktikën e besimit. Pra mund të shkosh edhe një herë në javë në kishë të dielën ose në xhami ditën e premte, por nëse jeton si djalli nga hëna deri te njëjtën ose nga e hëna deri te shtunën, nuk ka ndonjë vlerë. A jemi vërtet tolerant në për sa i përket besimit fetar apo jemi indiferent? Unë mendoj që është një konglomerat i shumë perceptimeve të ndryshme. Tolerant. Tolerant është një nocion që përdoret kur më i forti në një farë mënyrë jap rrugën më të voglit, më të dobtit, më i madhi, më të voglit. Mendoj që ne bashkëtojmë dhe kemi gjetur bashkëtesën si një term më të mirë. Pra, veçanërisht gjatë periudhës komunizmit. Nëna ime vinte nga një familje tradit muslimane. Babai im vinte nga një tradit ortodokse. Megjithëse prindrit e tyre nuk ishin shumë të dëshiruar që kjo lidhje të përfundonte në martesë, veçanërisht nga mamaja, nga familja mamas ishin musliman, për shkak dashurisë tyre, dashuria i çoi drejt martesës. Edhe në këtë kohë gjatë periudhës komunizmit ka pas me qindra mira çifte, të cilat vinin nga prejardhje të caktuara fetare të ndryshme mes tyre dhe u krijuan këto familje të reja, sepse edhe në fund ditës do të kemi parasysh që një nga devizat kryesore të komunizmit ishte të ndërtojmë njeriu e ri sipas idesë komunizmit, ideologjisë komuniste. Dhe në fakt u përpoqën ta ndërtonin njeriu e ri komunist, të zhveshur nga shtylla kurrizore e dimensionit moralit që vjen nga feja, që vjen nga besimi. Megjithatë,
Viti 91 i gjeti shqiptarët më të zhveshur se kur në dimensionin shpirtëror dhe moral. Dhe fatkeqësia jonë ishte lufta që ne i bëm të mirave të përbashkëta që neve ndërtuam gjatë periudhës komunizmit, fabrikat, uzinat, pronat, pasuria e përbashkët. Në një kohë shumë të shkurtër u pan disa eksponentë cilët ishin më të shkallët se pjesa tjetër dhe ishin gjendje të privatizonin ato gjërat përbashkëta që prindrit tanë dhanë kontributin e tyre dhe punuan. Pjesa më e madhe e shqiptarëve pa rrugë daljen si emigracion, pra valvula e madhe e shkarkimit të tensioneve tona kombëtare ishte emigrimi. Dhe kjo solli dhe gjithashtu tek elementi tjetër që për herë të parë familja u nda. Shumë burra bashkëshort u larguan të detyruar për të siguruar ekonominë e familjes tyre, u larguan nga familjet e tyre. Lan fëmijët e vegjël, lan bashkëshortet e tyre të reja, shkuan kryesisht në nivelin e parë të emigracionit, në ato valë të parë në Greqi dhe Itali, pastaj më vonë në vende të tjera të Evropës Perëndimore, por njeriu i ri ishte njeriu pa Zot, ishte njeriu pa moral, ishte njeriu pa ose me një moral të ri. Ishte njeriu pa tradit, ishte njeriu i cili duhet krijonte një kulturë të re, një traditë të re. Dhe deri diku komunizmi për shkak se i dha përparësi këtij njeriu dhe reduktoi në maksimum peshën e fesë tek njeriu dhe familja, ndodhi dhe kjo histori e bashkëtesës. Pra ne pam bashkëtesën si një dimension që u nxit gjithashtu dhe nga perceptimi i kësaj ideologjisë së re. Pra u nxitën martesat midis personave që vinin nga familje me përkatësi të tjera fetare. Gjithsesi aktualisht sot neve jemi në një vend që gëzojmë disa vlera që në vende të tjera ne nuk i shikojmë të ndodhin. Pra sekularizmi ose shekularizmi i kulturës në vendin tonë që jep përparësi bashkëtesës, shteti shekullar. Tjetër, të qëndruarit dhe të jetuarit, të bërit biznes, të bashkëtuarit në një lagje ku jetojnë krishterë, jetojnë musliman, jetojnë ateist, jetojnë agnostik. E gjitha kjo histori ndihmon. Kjo është pyetja, është një traditë e mbartur nga eksperjenca e mëparshme që vjen si pasojë e faktit që jetonim në një shoqëri që feja kishte rol sekondar ose as sekondar, biles nuk duhet kishte një rol feja, por duhet feja të ishte besimi në Zotin diktator. Apo vjen si pasojë e faktit që ne kemi një stazhonim të vërtet prej shekujsh në të bashkëjetuarit, në të bashkëpunuarit, në të bashkëvepruarit me njëri tjetrin. Komunizmi, cilin unë e veçova, i dha një lloj lëvizje tjetër fenomenit të bashkëtesës, por për hir të vërtetës, Iliria si një vend pagan, mirëpriti ungjillin e Krishtit dhe fenë krishterë që në shekullin e parë. Pra, krishterimi në Shqipëri, edhe nëse mund t'i referohemi Shqipëri Ilirisë asaj kohe, pra gjeografikisht, vjen jo nëpërmjet shpatës, jo nëpërmjet dhunës, jo nëpërmjet pushtimit. Në 4 shekujt e parë do të kemi parasysh që kisha krishterë që nën persekutimin e perandorëve romak dhe perandorisë Romës. Pra ishte një fe e ndaluar. Vetëm vitin 313 pas Krishtit, Konstantini i Madh hoqi nga persekutimi fenë krishterë. Krishterimi ka ardhur në Shqipëri para se të imponohej nga perandoria romake si pjesë e perandorisë romake. Ja t'ju shpjegoj. Në vitin 98 pas Krishtit, neve kemi një nga martirët e mëdhenj të krishterimit në Trevat Ilire, Shën Astin e Durrësit, i cili ishte peshkop dhe pastori i kishës së Durrësit. Viti 98. Pra ne kemi këtu evidenca të kishës së hershme përpara zyrtarizimit të kishës në vitin 325 nga Roma. 2 shekuj para. Pra, jo 2 shekuj, janë 3 shekuj e çerek përpara. Ndërkohë që kisha e krishterë ishte e persekutuar, këtu neve kemi pas lulëzimin e krishterimit sepse i kishte provincë. Edhe shumë të krishterë që vinin nga Roma, vinin gjithashtu të jetonin në Trevat Ilire, sepse këtu kishte pak më shumë liri dhe hapësirë për praktikën e besimit krishterë. Ndërkohë, siç erdhi krishterimi në një kulturë pagane dhe u mirëprit nga masat e njerëzve, 15 shekuj më vonë vjen Islami. Dhe mbi vendoset mbi këtë shtresëzim tashmë të krishterë. Dhe Islami vjen udhëtimin e vet këtu për 5 shekuj. Dhe tani nuk kemi më një popullsi pagane të konvertuar në krishterin, por kemi një popullsi e cila vjen të mbetet në krishter, në fenë krishterë dhe konvertohet në Islam në pjesën më majoritare të saj, pra në majorancën e vet.
Dhe kemi Islamin, I cili vjen në Shqipëri, pastaj më pas kemi bektashizmin, pastaj më pas kemi komunizmin dhe perceptimin marksist mbi jetën, botën, perceptimin ateist, ateizmi na u prediku si fe në shkollë. Dhe në vitin 91 pastaj kemi rihapjen e besimit dhe idenë asaj që jemi një shtet që presupozohet që mbron liritë e mëdha universale të njeriut, lirinë e shprehjes, lirinë e besimit etj. Meqense u përmendën domethënë në aspektin e moralit, periudha ku komunizmi e ndaloi në fakt fen, edhe ditët e sotme. Diçka që të vjen direkt ndërmend është fakti për shembull martesat ose divorcet. Ai morali I cunguar që u krijua në ato kohë me problematikat e veta, të veshura politikisht dhe situata në ditët e sotme, ku janë ulur janë statistikë që është ulur numri I martesave, është rritur dhe numri I divorceve. Domethënë fakti që ka liri dhe se ç'është e vërtetë është fakt që ditët e sotme absolutisht ka liri në krahasim me atë periudhë. Si mendon se ka ndikuar kjo kur sot njeriu është I lirë të zgjedhë, të sillet, të jetojë, ndërkohë sigurisht që është I lirë edhe të besojë në Zot ose edhe mos besojë, në ato kohë ku nuk lejoj të besojë në Zot, por ishin të caktuara, pra rrugtimi që ti do ndiqi gjatë jetës, familja etj etj. U mendoj që është pak paradoksal domethënë kur I mendon. Jo, në fakt ajo që shikojmë sot është nuk është fenomen shqiptar, është fenomen që lidhet me postmodernitetin, fenomen që lidhet dhe edhe me lëvizjen feministe, me revolucionin seksual të viteve 60, me nxitjen e gruas për vetëpërmbushje, për karrierë. Sot për vot. Në qofse deri dje vajzat martoheshin moshën 19, 20, 21, 22 vjeçare, një studente pasi përfundonte ose para se të përfundonte universitetin do të ishte fejuar. Kjo është e gjithë nxitja, motivimi I prindërve të saj. Sepse më pas nëse nuk martohej deri në moshën 22-23 vjeç do të ishte e vështirë që të martohej. Pra kishte pritshmëri të kësaj natyre. Sot to pritshmëri nuk ekzistojnë më. Sot çiftet në Tiranë, nëse mund t'i referohemi në këtë mënyrë, martohen mbas të 30-tave. Pra 35, 37, 40, mirë po kjo na lidh me një sër faktorësh të tjerë, me faktorë të tipit mungesë lindshmërie. Pra ne na mungojnë sot bebet, jo vetëm në Shqipëri, në botë nuk ka bebe, nuk ka fëmijë. Po jo vetëm si pasojë lindshmërie, pastor. Jo vetëm si pasojë e kësaj. Jo, unë po I them, martohemi sot në një moshë madhore që lidhet me mbi të 30-ta. Po. Sepse vendosim si një parakusht për martesën, edhe nëse e shikojmë si diçka të rëndësishme martesën, vendosim si parakusht karrierën. Mirë, po ky është problem, është një problem jo I vogël, një problem I madh, sepse fertiliteti mes njerëzve është veçanërisht tek vajzat, tek gratë, periudha më e mirë e fertilitetit është mosha 18-19 deri 25 vjeç. Pastaj pas të 25-ave fertiliteti fillon edhe zvoglohet edhe bie. Mungojnë bebet sot në botë. Arsyeja pse Gjermania, Suedia, Norvegjia, Britania e Madhe, Italia, Greqia etj. Gjithë Europa. Kërkojnë njerëz, kanë hapur kufit e tyre, kanë thjeshtësuar procesin e marrjes leve të qëndrimit dhe pasaportave. Është për shkak se nuk kanë masën e njerëzve, nuk kanë të rinj, mungojnë të rinj. Nuk ka njerëz cilët punojnë. Nuk ka burime për të mbështetur sistemin shëndetësor, sistemin e sigurimeve, sistemin e pensioneve. Pra kjo është e gjithë kjo histori që po na ndodh. Tani aktualisht I kthemi vendit ton. Për shkak të 1.001 arsyeve që lidhen me dekurajimin për të martuar. Është një dekurajim I vazhdueshëm që I bëhet martesës. Pra sot djali im është I martuar Jonathan, është 27 vjeç, por është risi. Unë e martu më I ri se djali im. Në kohën tonë, unë kam 31 vite I martuar. Por për një djalë 27 vjeç të martohet, është diçka domethënë që nuk e shikon të ndodh rëndom. Karriera është parë si qëllim I fundëm, është parë si vetëpërmbushje, dhe kur vajzat apo djemt fillojnë bëhen merak pastaj për idenë e krijimit të familjes,
nuk është më aq e lehtë, sepse edhe me kalimin e viteve dhe të kohës, njerëzit fillojnë dhe i shikojnë gjërat më në detaje dhe kanë krijuar tashmë një lloj komforti, të cilin nuk do të donin që ta prishtin apo të jonin dikë tjetër që tua prishte. Dhe ka ndryshuar përqasja. Pra, nëse unë dhe bashkëshortja ime u martuam 22 dhe 20, 31 vite më parë, ne i ndërtuam gjërat bashkë. U rritëm bashkë. Filluam që të shkonim drejt një projeksioni ku të dy nisëm të mendojmë një lloj, së bashku me njëri tjetrin. U përballëm me sfida sa dush. Pra nuk i kishim të gjitha çelësat e prosperitetit, çelësat e vetëpërmbushjes, çelësat e paqebërjes, e lumturisë në familjen tonë, por që vjuam udhëtimin, nuk martesa asnjëherë nuk ka qenë e lehtë në çdo lloj faze të zhvillimit të historisë njerëzore, edhe komunizmi nuk ka qenë e lehtë, ka qenë e vështirë. Aktualisht sot është akoma më e vështirë. Martesa dhe familja është duke u thuar në një oqean të trazuar, jo një oqean të qetë, për 1001 arsye. Dëgjoj shumë nga liberalët e majt, të cilët japin shumë theks ide së dhunës në familje. Ka dhunë familje absolutisht, ka dhunë familje, por nuk ka vetëm dhunë nga burrat, ka edhe dhunë nga gratë në familje. Por nuk ka vetëm dhunë fizike, ka edhe dhunë ekonomike, ka edhe dhunë emocionale që zhvillohen në familje, ka edhe heshtje, ka edhe vetmi. Po a mund të jetë vetmia dhunë? Absolutisht po. Pra ti je i martuar me një person, je në familjen tënde dhe ti ndihesh vetëm, ndihesh i shkëputur dhe jeton brenda një kompromisi të madh për të vijuar martesën, sepse nëse do të ndahesh, atëherë humbja është më e madhe. Edhe realisht humbja është e madhe nëpërmjet divorcit, nuk është një humbje e vogël. Ata që vuajnë më shumë janë fëmijët, por edhe ekonomikisht është humbje. Në fund çfarë mund të themi? Mund të themi që ja vlen ta ruajmë, ta mbrojmë, ta kultivojmë, të mbështesim të rinjtë dhe të reja, të nxisim të martohen. Absolutisht po, sepse përgjatë gjithë rrugtimit njerëzor nuk ka rezultuar diçka më e mirë dhe më e qëndrueshme se sa martesa dhe familja si thelb i shoqërisë njerëzore. Sa rol mund të luajë feja në këtë histori? Se praktikisht ne folëm periudha në të cilën institucionalisht supozohet se ishim ateist. Familja ka qenë orientuar, ose populli ka qenë i orientuar tek familja. Pra në komunizëm martoheshe 20, 22, 23. Pikërisht në këtë moshë mundoheshe që të bëhe sa më shumë fëmijë. Pra në lloj forme komunizmi orientoi masën, popullin tek politikat pak a shumë që mund të orientoj sot edhe Kisha Katolike, mund të orientoj sot edhe Islami ose feja morali fetar, po themi. Ndërsa shohim që tashmë shoqëria, edhe pse në shtete, besoj se ky është edhe komenti i Mateos, në shtete që supozohet se janë të lira dhe kanë drejtën që të jenë besimtare, tashmë është i orientuar drejt karrierës, politikave të tjera. A mund të ndikojë feja në këtë shoqëri që si me fe si pa fe duket sikur ka një orientim të tillë? Absolutisht po, feja do të ishte faktori përcaktues, determinues për ndryshimin drejt një progresi të martesës dhe të familjes. Por çfarë kuptoj me fen? Kjo është pyetja. Ka njerëz të cilët na dëgjojnë tani, ne flasim për fen, si mund ndikojë pozitivisht feja tek martesa dhe për shkak të perceptimit të tyre jo domosdoshmërisht të duhur apo të drejtë, qoftë edhe për shkak të çfarë kanë marrë si inpute duke parë fen dhe se si feja ka lëvizur në shoqërinë njerëzore, mendojnë që feja aktualisht bën të kundërtën, i skllavëron njerëzit dhe nuk i sjell njerëzit në një agor lirie. Në thelb, nëse ne do të ishim realisht njerëz besimi, atëherë do të kërkonim më të mirën njëri tjetrit. Do të kërkonim më të mirën për partnerin, jo më të keqen. Pra feja nuk e redukton njeriu, por jep vlerën e vërtet. Për shembull, një debat televiziv kur fola për gruaja duhet të respektoj burrin, kuptova në një moment saktuar që isha në panelin e gabuar. Dikush do thotë që s'ekziston panelet gabuara. Ishin 3 gratë që ishin feministët, liberalët, majta etj dhe u duk sikur u hap një koshere bletësh dhe u thumbuan kaq shumë vetëm nga fjala respekt që unë thash. Pra gruaja duhet të respektojë burrin dhe burri duhet ta dojë gruan e vet, derisa të jetë i gatshëm të ofrojë jetën e vet për të dhe për familjen. Por fjala respekti trëmbi, sepse fjalën e respekt e lidhet me idenë e nënshtrimit deri në skllavërim të gruas. Ndërkohë, respekti, çfarë është ajo që kërkon një burr nga një grua? Respekti, nëse nuk ka respekt në marrëdhënie, atëherë marrëdhënia ka marrë fund. Besoj se partneri duhet të respektojë partnerin, kaq. Se po flas për respekt, flas për respekt sepse
Shën pali tek letra drejtuar Efesianëve tek Testamenti i Ri, Biblës pikërisht të thotë, me që jemi tek feja, si feja ndikon martesën e këto. Thot ju burra thot duheni gratuaja siç Krishti e deshi kishën dhe dha veten e tij për të. Si e dha veten e vet mbi kryq. Ofroi jetën e vet për njerëzit që ai donte. Edhe kështu thot ju të doni gratuaja nëpërmjet një dashurie sublime, jo një dashurie pragmatiste, jo nëpërmjet një dashurie e cila ndërtohet mbi perceptimin më jep të jap, dashuri reciproke. Ndërkohë grua i kërkon respektin. Respektin për bashorin. Domethënë gruas nuk i kërkohet vetë flirat për burrin. Grua i kërkon respektin, nderimin, të nderoj burrin, nënshtrimin në sensin e dashurisë për bashortin. Pra është një investim i dykashëm. Pra është një depozit që ti duhet investosh përpara se ti presësh që të marrësh për semra. Mënyra moderne, më fal se të ndërpreva, po mënyra moderne e perceptimit është kjo. Çfarë do lloj gjëje kërkohet burrit, duhet i kërkohet edhe gruas. Pra shumë të rejave të rinjve nuk i pëlqen ideja që pse duhet vetë flijohet burri dhe gruaja të nënshtrohet, le të vetë flijohet gruaja të nënshtrohet burri. Kupton, këtu ka ngel. I gjithë çështja e diskutimit. Mendon se është çështje biologjike apo mendon se është çështje që kulturalisht duhet të jemi, kështu që të funksionojë një shoqëri që supozohet se ka funksionuar ose ka funksionuar me të vërtetë? Unë mendoj që veçanërisht në 100 vitet e fundit është sheh shumë balt mbi burrin si është demonizuar, sidomos burri i bardh. Është fajsuar mashkulli i bardh, supremacia e bardh, historisë natyrë. Po. Historia është e tillë që pa burrin nuk do kishim rrugët, pallatet, minierat, luftën, betejën, mbrojtjen. Po burrat i kanë bërë luftrat thonë. Deri në asgjësim. Po pa gruan nuk do kishim familjen, nuk do kishim fëmijët, nuk do kishim dashurinë për kujdesin, shtratin e ngrohtë, tryezën e shtruar. Por nëse do kishim një liberale të majt, feministe këtu dhe do dëgjonte tryezën e shtruar, do dëgjonte kujdesin për fëmijët, do thoshte po krijon një stereotip për gruan që redukton dhe zvoglon gruan. Tani historia është e tillë që ne jemi të ndryshëm nga njëri tjetri. Burri është i ndryshëm nga gruaja dhe gruaja është e ndryshmja e burrit. Madje edhe ne si burra, 3 burra këtu, jemi të ndryshëm mes nesh, dallojmë nga njëri tjetri. Jo vetëm nga pamja jashtme, por nga prirjet e brendshme, nga talentet, nga dhuntit, nga pasioni, nga dëshirat, nga ëndra, nga vizioni e gjitha këto. Dhe nëse burri është interesuar tek gjërat, tek beteja, që në lashtësi burri është gjyhetari, burri është luftëtari, burri është ai që do të punojë tokën, burri është ai që duhet eksploroj botën dhe natyrën, burri është ai që shkoi në Alaskë për arin, për arin për çfarë? Për arin për familjen, për arin për ndërtuar qytetin, familjen, qytetrimin, fëmijët. Gruaja nga ana tjetër është ajo e cila është e ndryshmja e tij. Është një psikolog shumë i famshëm. Tek njerëzit, po. I quajtur Jordan Peterson, i cili e shpjegon këtë ndryshueshmëri mes burrit dhe gruas. Burri thotë është inxhinieri, burri do gjërat, gruaja do njerëzit. Po. Gruaja nga natyra është infermierja, është edukatorja, është mësuesja, është psikologja. Pse? Sepse për nga natyra është më interesuar për marrëdhëniet njerëzore, ndërsa burri është tek mekanika e lëvizjeve njerëzore. Është fenomeni vendeve nordike, po që dhe nuk duhet ta ç'bëjmë këtë gjë për hir të nocionit të barazisë. Nuk ka barazi. Barazia nuk ekziston. Barazi të drejtash, jo barazi barazi ligjore. Po, barazi të drejtash. Përpara ligjit, burri dhe gruaja janë të barabartë. Përpara Zotit, burri dhe gruaja janë të barabartë. Por mes tyre janë të ndryshëm dhe ne duhet të dallojmë ndryshëshmërinë tonë dhe duhet ta kultivojmë atë. Sepse secili, duke kultivuar mbi dallimet, mund të japë shumë më tepër dhe mund të jetë shumë më tepër efektiv në botë. Në fakt jemi drejt fundit, mund ta bëj një pyetje, mund ta bësh absolutisht ta bësh. Ditët e sotme është si thua diskutimi më i madh kur përmendet feja, që besoj në Zot, po jo në fe. Do të thënë nuk kam nevojë, thot njeriu, për një ndërmjetës. Mund të komunikoj në mënyrë direkte me Zotin. Si e komentoni ju këtë? Ka një të vërtetë këtu brenda, sepse në fund të ditës mund të kesh fe, po nëse nuk ke një marrëdhënie personale me Zotin dhe besimin dhe nuk e praktikon besimin në jetën tënde të përditshme, atëherë ti në mënyrë indirekte nuk ke fe. Po nga ana tjetër, besimi në Zot nuk është një fushë që mësohet në mënyrë autodidakte. Ke nevojë për komunitetin e besimit. Siç ka nevojë sportistët për komunitetin e tyre, pra një sportist i mirë do të luajë në një skuadër me shok. Sikundër në botën akademike do të jesh pjesë e një
një ekipi akademikësh, pra do të jesh pjesë e një learning community, një komuniteti mësuesish, profesorësh, akademikësh, siç do të jesh pjesë e një komuniteti biznesmenësh, nëse ti aspiron të jesh pjesë e një bote biznesi. Kështu edhe në lidhje me besimin do të jesh pjesë e një komuniteti besimi, në mënyrë që Bibla në një nga postulatet e vjetra të Testamentit Vjetër thotë siç hekurin prej hekurin. Kështu dhe njerëzit do të mprejnë njëri tjetrin dhe do të ndihmojnë njëri tjetrin që besimi t'i japin kuptim dhe t'i japin vlerë në jetën e tyre të përditshme. Një mesazh fundit për gjithë ata që na ndjekin, pastor. Së pari më lejoni t'ju komplimentoj juve për programin edhe për punën e mirë që jeni duke bërë. Kemi nevojë kaq shumë për emisione të tilla, tema të tilla. Ju falenderoj për të folë. Koha kalon kaq shpejt në diskutimin tonë së bashku. Mesazh për shoqërinë shqiptare do të ishte le të kthejmë syt edhe zemrat tona drejt besimit dhe le të përpiqemi që të ndërtojmë njeriu shumë dimensional, jo njeriu një dimensional. Nuk është thjesht ekonomia ajo e cila ndërton njeriu, por njeriu pa shpirtin, pa moralin, pa besimin, pa vlera do të ishte thjesht vetëm një dimension i eksploruar i jetës. Ndaj, ftesa ime është që të nisim një udhtim besimi. Të falenderojmë shumë pastor i mrekullueshëm si gjithmonë. Falenderojmë gjithë ju që na ndiqni, sepse pas pak do të ketë gjëra të tjera. Po, sigurisht.